Veteranëve të politikës në I demokratikë. pionerëve. E këta, bile kanë pasur një fars kështu, se ata tutën me dalë, po kështu t'u folë përsh e kanë pas një si me s'është ai LDK-s. Për këta kanë mendu deri tash vonë që nanat du të mi lindë fëmijët në zyret e LDK-s për në pas ai ADN-ja të është idiotizëm, sinqerisht për thëmë, është një idiotizëm kjo. LDK është se cili person qatë minut që e ka kap një element caktum që i pëlqen emocionalisht edhe me arsye. Ermal Sadiku e ka një shkrim për LDK. Ka një shkrim kur Një prurje shumë e mirë LDK. Me një klasë kur e kanë përjashtu profesorët jashtë, se ka folë diçka për LDK-n, do më denjë qa shkallë, edhe njëtë e thotë, kur se kam kuptu. Por në momentin që e ka kuptu, e ka një pjesë, vetën pjesë saj, Bili thotë, më falë president, i thotë, në fund e ka Rogovës, e thotë, më falë president, në mënë, s'ka arrit me kuptu. Ama, kjo nuk është, nuk ka